35 të lënduar nga festimet me mjete piroteknike. Ejub Govori thot se një pjesë e konsiderueshme janë me lëndime serioze. Klinika emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës po përballet me një numër alarmues të rasteve të lëndimeve nga mjetet piroteknike gjatë festës së ndrimit të moteve. Shefi i ndrimit në klinikën emergjente Ejub Govori ka bërë të ditur se vetëm nga ora 22:40 janë regjistruar gjithsej 35 raste të lëndimeve si pasojë e përdorimit të mjeteve piroteknike. Sipas tij, një pjesë e konsiderueshme këtyre rasteve janë me lëndime serioze, të cilat mund të shkaktojnë pasoja afatgjata dhe madje invaliditet të përjetshëm. Ai ka theksuar se në mesin e të lënduarve ka edhe raste me dëmtime të rënda të syrit. Një nga pacientët është transferuar në repartin e oftalmologjisë, ku i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale. Mosha e të lënduarve është shumë e ndryshme. Kryesisht dominojnë mosha fëmijërore, por ka edhe mosha më të vjetra, por kryesisht janë mosha të reja dhe më të vegjël. Ka 10 vjeçar, 12, 15 vjeçar, 17, por edhe moshave më të vjetra. Govori tha se lëndimet e tilla mund të lënë pasoja permanente tek të lënduarit. Lëndimet me mjete piroteknike nuk japin rrezik për jetë, mirëpo janë lëndime serioze që lënë invaliditet të përjetshëm. Mund të ketë amputime të gishtave për shkak të lëndimeve, mirëpo edhe këta që janë me lëndime të syve ekziston mundësia që do të mbesin domethënë me njërin sy me lëndim serioz që nuk do të funksionojë të pamurit, tha Govori.